Të pastrimit parave qëndronte Isa Aliu, vllau i Salvadorit, shpëtimit, figura qendrore që furnizonte grupin Dizdari Gjika përgjegjës për trafikimin e 50 ton kokain vetëm për gjatë vitit 2020-2021. Por, ju tani do njihi me Habin e re të narkoshtetit të Edi Ramës. Në pronat e sekuestruara, mes tjerash bie në sy edhe sekuestroja që i bëhet pronave të një ndërtimi që po zhvillohej në zonën e Vunoj. E keni parasysh Vunoj ju. Nuk është gjë surrele çfarë është Vunoj. Ose të themi fshati i Edvinit dhe Dajkolex. Mos harroni pak këtë. Të gjitha të drejtat reale për pasuritë e paluajshme që përfitohen nga subjekti Seaview Development dhe Aliu Roadhouse nëpërmjet aktit notarial kryerje punimesh, ndërtimin e hotelit Zigzag. Ky hotel quhet Zigzag. Me 5 yje dhe mbi 200 dhoma në Jalë, Himar, për të cilin shoqëria Narvalno Group SHPK ka marrë përsipër bashkë finansimin në masën 40% dhe nxjerrjen e lejes së ndërtimit nga AZT-ja. Thuhet në njoftimin që ka bërë Spaku për këtë hotel. Nga hulumtimet tona rezulton se Seaview Development Group është bi e kompanisë Aliu Roadhouse dhe ka aplikuar për leje ndërtimi në AZT në 29 prill të këtij viti dhe ishte i 44-ti në listën e diskutimeve. Leje ndërtimi për objektin Hotel Iber Rostar Resort me 5 yje, me 1, 2, 3 dhe 4 kate mbi tokë dhe me 1 gjerë 5 kate nën tokë, me vendodhje në Jalë, Bashkia Himar me objekt zhvillues shoqërinë Seaview Development SHPK. Po ajo që bie në sy është fakti se toka, se këtu fillon habia, toka që Isa Alia i ka blerë në breg të detit në Jalë është me çmime jashtëzakonisht të ulta qesharake. Këtë tokë në zonën kadastrale me një sipërfaqe prej 15.000 m2, Isa Aliu e ka blerë me vetëm 6 milion lekë të reja, ose me kursin e kohës e ka blerë gjithsejt me 53.000 apo 54.000 euro. I bie 3-4 euro metri katror. Një gjoni tani. Përkatësisht, pasuria me numër 3614, 4.400 m2, zona kadastrale 3.824, është blerë me 1.760.000 lekë. Pasuria numër 3,
615 4200 metër, zona kadastrale 3844 është bler me 1.680.000 lek. Pasuria numër 3, 616, 6400 metër, zonë kadastrale 3844 është bler me 2.560.000 lek. Pra, si që shikoni, janë gjithsejt 15.000 metër katror tokë të blera për vetëm 400 lek metri katror apo 3.2 euro metri katror. Shqipeni, toka është blerë me 3.2 euro. Habia nga dokumentat rezulton